Partia vetëvendosje e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti ka dalë fituese në zgjedhjet e parakohshme parlamentare duke siguruar numrin më të madh të votave, por jo mjaftueshëm për të qeverisur e vetme. Rezultatet nga pothuajse të gjitha qendrat e votimit tregojnë se vetëvendosje ka marrë afërsisht 43% të votave, megjithse mbetet forca kryesore politike në vend. Rezultati shënon një rënje krahasuar me zgjedhjet e mëparshme, kur partia fitoi 51%. Partia Demokratike e Kosovës siguroi rreth 21% të votave, ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës mori rreth 17%. Këto ishin zgjedhjet e treta brenda 16 muajve, duke reflektuar paqëndrueshmërinë politike që ka ngritur shqetësime për zhvillimin ekonomik të Kosovës dhe aspiratat e saj drejt Bashkimit Evropian. Zgjedhjet u shpallën pasi partitë politike nuk arritën të zgjedhin një president të ri brenda afatit kushtetues. Megjithse vetëvendosja dhe aleatët e saj kontrollojnë shumicën parlamentare, zgjedhja e presidentit kërkon të paktën 80 vota në kuvend me 120 deputet. Përpjekjet e fundit për zgjedhjen e presidentit dështuan pasi deputetët e opozitës bojkotuan seancat parlamentare duke pamundësuar kuorumin e nevojshëm. Me asnjë parti që nuk ka numrin e nevojshëm të mandateve për të zgjedhur ngërçin e vetëm, liderët politik të Kosovës përballen tani me sfidën e arritjes së konsensusit dhe krijimit të institucioneve të qëndrueshme në një klim të vazhdueshme pasigurie.